Ty t'kam dasht mas shumë ti mbot, për gjithmon m'kelan me lot. Da tham shumë seriozisht. O, ku qeni, qëp. Ka i ma këthire, lot si guri, shka pat baba bio qet për zuni. Bajki po të me t'i kom pasha zotin, po. Mu duk se u prish dynjaja, u bakia me ti. Të dashur me që jam këto me një këngëtar i cili është dritoni, i cili do të flasim për gjanat shumë interesante. Qysh ka qenë sezona verore, co ka shku na për dasma, na për kanaxhexhe, na për ahenge familjare, dhe çfarë janë projektet e tij gjatë vitit 2025 dhe projektet tjera në vitin 2026. Përshëndetje. Përshëndetje për juve, faleminderit shumë, respekte, jeni një mision shumë i mirë i qëllum, respekte shumë, faleminderit shumë. Driton, qysh ka qenë viti 2025 për ty? Mirë ka dhe zoti mirë ka qenë, angazhime kom pasën, projekte të reja dhe mon, kom lancu bajagi projekte shumë, mon tash i kam edhe mon e 3 projekte mon që i kam alo pa lancue, menoj me emër zoti ka dal me vazhdu, përgjithësi është gjithçka në rregull. Driton, cili është kënga që ke bë në këtë vit? A ke bë ndonjë këngë për vitin 2025? Po, kum bo projekt, mon është një balad, mon është moderne, këngë dashnis, po pak ma ritmike. Hajde! Komenu që jem nja me hilem, s'po ma don zemra, ti keqe zemër ka tile, moj lule me gjembam. Ty t'kam dasht me hakikat, qka m'ke dasht nuk e kom pas fat. Ty t'kam dasht mas shumë ti mbot, për gjithmon m'kelan me lot. Ty t'kam dasht me hakikat, qka m'ke dasht nuk e kom pas fat. Ty t'kam dasht mas shumë ti mbot, për gjithmon m'kelan me lot. O zoti i veraft ata që lëndojnë, zoti i shkatëroft ata që i shtin me kajt e inshallah më rezot derdhet fleskavica me një darsëm prehën tënve i ban gjithavi. Këtë projekt mon është mon alo pa lancu, mon gjitha projekte që më të regu dhe gjithë kam dasht me hakikat, unë për ty kam shumë arak. A ke qështu? Po, se ka dhe më erë dhe mon këtë program mon gjitha kongë mon i bëjtë producenti e mon gjitha tekste, muzika nacime, mon cilën e përshëndes nga zemra Ekzon Hasanin, Studio Ekstral. Shik, Ekzon Hasani, edhe Ekzon Hasani, bosh kam ka ndalë sa të bje, na mbi emni Hasani, nga shka po të thëmë, ina së kur fara hithav, ku të na lypsh na gjanë, ndesh në politik, ndesh shëdetësi, ndesh në bëmirësi, ndesh në darsëm, ndesh kanaxhexh, kush e ka mbi emni në Hasani, qatë mëj na gjanë, ina në Hasanove të na familje mave, apo? Po, Normal, për ti baj ka këngët ma të mira, hit që t'hit, po ta thëmë, edhe që kjo Moskov t'hit, pasha zotit e leje muzikën me njëherë se që kjo hit i dekadave shekullore ka mu kanë. Faleminderit shumë, e përshëndes edhe në herë mon. Të dasht me hakikat, ka e deshtam ka bet marak, ju thaf në zemra kosh edhe kongën mon, si cika ma herë mon, para nërë ku këmë qenë mon, të të mon, kongën apo pina shishaja mon, e landu e episodin pa jetë shumë mirë. Kongën mas shumë t'i qetu, hajde kënues, unë e pëshishet vëlloj s'pipi, ama kongën pengoj. E përshëndes edhe njerë nga zama Studio Ekstral Ekzon Hasani producentit tem. Ekzon Hasani të rujtë zoti, se vëllaj jo Hasanovit, na Hasanovit e na familje mave. I cili kujdesit mon për projektet e mija mon. Apo pina son të zemër, apo pina shisha, na kanë armat mirat sonte, zeshkan e bjondinam. Apo pina son të zemër, apo pina shisha, na kanë armat mirat sonte, zeshkan e bjondina. Apo pina sonte shisha, apo pina shisha, na kanë ardhë sonte qikat, o prej miradije, rakatakatak. Kanga mas shumë ti që e du është që kja, për da thamë shumë seriozisht. O, ku qeni, qëp. Qysh ka qenë sezona verore? Mirë. Sot dasma i ke pas, sosën e ti edhe so kanaxhexhe, so ditlindje. Elhamdulillah mirë kam pas si vjetë, ka angazhime ma shumë, Në ditlindje,
në Suleti, në Kanagjegjë, ndarësëm. Po ndarësma baja ke normal që ndarësma. Ku marr, elhamdulillah për Zotin mirë shumë Çka kalu. ke bën ndarësma? Allah hile çka ke bën ndarësma. Ndarësma si zakonisht mon atmosferë mon. Ndarësma disa në është martesë gëzimi. Ja, atmosferë ndarësëm, ma mirë mos shko hiç. Morrënisht normal. Ja, e vërteta. Cila është kënga më shumë ti që ta kërkojnë ndarësëm? Po morë për njerëzve mon çfarë ju pëlqen mon. Ty që djenë, urimi, nëna Melhamudia nga fshati Pleshine, poshtme i urën djalit të Makfirës, Hajrushit, martesën me Bilkizën nga Nekodimi për me një këngë interpretuar nga reportazhi i Dritonit me 5 euro bakshish. Cilën këngë ja kishe kënu? E qke moj gocem, që porri ke shpia, e qke moj gocem, që porri ke shpia, ka malat e mija quno, më ka shamia, goce vogelo, hajde se qma dogje, janaj zemrëno, goce vogelo, hajde se qma dogje, janaj zemrëno. Pika, pika, shiu në drita, a e den? Kur shtrohë sofra, cilat janë këngët që i kënon ti aty o bakshishi ma i madhi? Po normal, mon këngë patriotike zakonisht. Cilat? Po, mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thur këng pash legendarit, ti këndoja dhe mija sharit, ti këndojm, e ti them se gjaku i ti është vet liria, që ka ardh në Kosovë do prigjetrimi kjo liri, ja vladit i balin trimit, ja vladit. O, zemrat knoft. Kur dje nus janë në restorant, i thojnë hajde nuse, o hajde nuse, o hajde. A këno që kjo këngë. Po e kur të hinë sinetlik djali, që shi kënohet? Po vore ke qka lypin, të regoha ma erë mund Po vore. jo, ti më një darë se më jenë sinetlik, thojnë po vinë fëmija që i kina po sinet, Elmedini, Shaipi, Hamdia, po qëllën këngë ja kështë kënu? Amari vogël, princi babit, me jetë paçi lelele, mami dhe babi, për çdo ditëm, për çdo nat, zemra ime më shkon të i plas, princi babi, ty do t'jesh, të ka mami, ty për jet. Djali jemi ka emrin Omar. Më ke prik? O, vallaj, nga shka për të thëmë. Zjem që të në sinetlik, se pa ti pas dhënë, 20 euro nuk e kisha lanë. Vallahi, po, ka nga mas shumë ti qedu. A ka njeri që se dëne vladin e vetë? Nuk ka, si këtë rëzun që i plavi. Kështu që, to zemrën, cilën kongë kështë kënu të hi në ditë lindje, të hi në restorant, hajde? Uri me dit lindjen zemra jem, uri me dit lindjen moj dashni, lotim faqe pse pelen, edhe vetëm pse peren, unë nuk muj pa ty ti s'mundesh pa mu. Uri me dit lindjen zemra jem, uri me dit lindjen moj dashni, lotim faqe pse pelen, edhe vetëm pse peren, unë nuk muj pa ty, s'mundesh pa mu. Uri me dit lindjen zemra jem, uri me dit lindjen moj dashni, lotim faqe pse pelen, edhe vetëm pse peren, unë nuk muj pa ty, ti s'mundesh pa mu. Jetë shku më një Kanagjegjë. Në to hi qika me shami në restorant, në të darës më s'ka në gjegji, cëllën ka nge kënën?
oj lulije plumbi bardh, atë tha nona u dhe mbardh. Vaj, atë tha nona u dhe mbardh. Vaj, u dhe mbardh nona t'ka thon, lot për faqe ja kam lon. Vaj, lot për faqe ja kam lon. Vaj, oj lulije plumbi ver, dej ku nona t'ka për cjell. Vaj, dej ku nona t'ka për cjell. Vaj, t'ka për cjell te pragu i shpis, tu i fshilot me qët shamis. Vaj, tu i fshilot me qët shamis. Vaj. Tu në gjitë kana, thot nana pënqrojna sofrën e kanës, po du mja ba adete që shështë adeti Kosovës. Shka kishe ba, cëllën kange kishe kënu, tu në gjitë kana, në gjitët kana pika, jo, po që peshtrojna sofrën e kanës? Unë varë të ashke qka lypin të Po spori. që që cëllën e kishe kënu? E di kangën shuni graj, shuni fëmi? Ja, nuk e di këta. Do të amojna pak qëtësi do të me moj, do të seriozisht? Cëllën kangë e kishe kënu? E kishe kënu kangën ka i ma këfire, loci guri, shka pat baba bio qëtë për zuni. Baja ki botin me t'i kongë për shazotin, po. Oj. Sofra vogël, nuk na zuni, o sofra vogël, motër nuk na zuni. Oj. Ku mërzita? Kaj ma këfire, mos prito me kajte, mos kujto që po shkon të dajte. Oj. Ti te dajte nuk po shkon me nejte, po te e buri për me bo hyzmete. E po shkon te buri me bo hyzmete. Ta nditër ki mu troshite, vjera kur motër s'ka me ta dite. Oj. Kemi martue, këto vlaznije, pale atlojnë me ardha të shkije. Oj. Kaj, shka mërzita që to. Ajte pa që është malën gjemë është këtë martosh. Apo merë mundarës në vistë këtë në gjitët kana me ta ban këtë shëkfiret. Normal, të çdo familje është gëzim, dikon është monë është edhe me Jo, qajt në apo këtë kupton. martësh qikën ma jevnim, nuk kanë këtë dynja. Ja, shëret është normal, kur të martohet dikon. Jo shëret, jo nana qikë. Qëfar mesazhi ju kështë dhanë gjithë këngëtarve kudo që janë? Edhe poplit shkret, kanë me dhe vetë që të vargjet mija, në qëtë busqeshjen teme, se kërret gazetartë, hini sheshit, bizvit e vi, kanë të kesh nuk e nin. A unë e pëvëlla, unë e keshi. Jo, me i paket më rollat i kanë bëthuet ti që ja kanë zonë kamionat në dëgan. Unë për special më i përshëndes të gjithë, unë kolegët e mi, kom këto më përgjizionën bon botës, ju them inshallah shumë suksese në karrierë e punë sa ma shumë. Me cilin këngëtar kishe dash me bë bashkëpunim? Ose që pritët nëj bashkëpunim i madh, nëj këngëtar i madh? Po më vorë, ka plët mund që kësha pos qep me bon, në kom, për shumë, mund me qedë mund e kësha bo me Labinat Tahirin. Jo, Labinat jo është i madhë, vëlla, 1 metër e 93, Okej, mund, cilën e përshëndes Gazemër është një këngëtar i mirë me Aja dhe naj këngë Labinatit? Po. Hajde. Mu duk se u prish dynjaja, u bë kiameti,
Atë ditën zemra ime pa dashurim beti, mu dukshte u prish dynjaja, u bë kiameti. Atë ditën zemra ime pa dashurim beti, mu duk se jeta baraj, rinia u shua. Do se shpresa vdese fundit, unë ende të dua. Zemër, do gjimali zemër, përse gjalli zemër, shumë po vuaj, mos u bën se jam i huaj. Zemër, do gjimali zemër, përse gjalli zemër, shumë po vuaj, mos u bën se jam i huaj. Jo të dashurët e mi, rëni me neve, sepse gjanat e mira i sillën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë, je tepër shumë fani. Faleminderit shumë, respekt e Zotit Rujt, Edhe respekt sa herë për që ty. kina i projekt, veç krujam dyrë të Kosova Info që janë të hapura për gjithë ata persona që kanë italian. Faleminderit shumë, përshëndes ty, jeni gazetari mrekullueshëm, inshallah Zoti t'i jap ty shumë mas miri, Amin, respekte, o Zot, amin, o Zot. shëndet gjithë të mira për ty, faleminderit shumë. Ju të dashurët e mi, rrini me neve sepse atmosferë, gëzim, pozitivitet, dashni, uroj që të keni më pak probleme, më pak stres, po keshni se sot keshni, nesër ju kesh jeta, hajde keshmi këtë bashkë e kënaqshmi.